Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ajaben li amri al-mu'min, është për të habit punë e musliman, që askush tjetër nuk e ka këtë, cila është ajo? Kur i bjen një emir e falenderon Allah, Allahu i jep sevap edhe për falenderim. Kur i bjen një telashe, një e keqe, duron për hir të Allahut. Pra merr sevap. Pra dash për gëzim, dash për dëshpërim, nuk shkon poshtë. Për gëzimin që ke patur e ke falenderu Allahu xhallahu të shpërblehesh. Për shqetësimin, për dëshpërimin që të ka rapi krye, ke duru për hir të Allahut edhe për atë të shpërblehesh. Pra ajaben li amri al-mu'min, kullu amruhu khair. Gjithë puna e muslimanit është në dobi të tij, nëse ai din ta se si të sillet me to. Nëse ai din ta vlerëson të mirën dhe të sillet mirë ndaj tjetrës. Kjo është puna e muslimanit, o vëllezër të dashur. Andaj Islami është dhuntia më e bukur dhe më e madhe, dhurata më e madhe, më e shtrenjtë, më e vlefshme që Allahu xhallahu ja jep njeriu, është Islami. Elhamdulillah që Allahu xhallahu na ka dhuru këtë ditë, na ka privilegjuar me këtë fe.